Shikues edhe se çka shërben realisht një dyshi, duke ditë edhe rëndësinë edhe normalisht që edhe institucionet tona, apo në këtë rast urgjenca e kryeqytetit, gjithmonë i ofrohet qytetarëve qoftë në Prishtinë, po në qytete të tjera. Kemi marrë pra shkatës që sot kemi zotin Jusuf Bajrami që vije pikërisht nga urgjenca e kryeqytetit. Edhe njerë mirë se keni ardhur zoti Bajrami. Mirë se ju kemi gjetë. Faleminderit. Si është gjendja në urgjencën e kryeqytetit në këtë moment që ne flasim? Normalisht se urgjenca e qytetit është çdo herë në veprim, punon 24 orë, 7 ditë të javës, nuk njeh festë as ndonjë pushim. Do thotë çdo herë në kryeqytet janë të gatshme gjatë ditës 5 ekipe, gjatë natës 4 ekipe mjekësore dhe kuptohet ju përgjigjen thirrjeve të qytetarëve për nevoja emergjente në rast të smundjeve urgjente ose fatkeqësive ose lëndime, themi. Mirë, besoj që normalisht kushtet janë shumë të rëndësishme që me i pas edhe sa i ka urgjenca e kryeqytetit, kushtet e mira. Urgjenca e kryeqytetit ka, mund të them, sa i përket standardit në Kosovë, ka kushte optimale. Normalisht që çdo herë ka hapësirë, mundësi edhe nevojë për përmirësime, qoftë me ngritjen e kapacitetet në aspektin kadrovik ose të stafit shëndetësor, ngritjen gjithsesi arritjen e ekipeve, pastaj infrastrukturë, pajisje, autoambulanca. Do të thotë Prishtina si kryeqytet aktualisht me këto ekipe që posedon, me këto kapacitete sipas standardeve të organizatës botërore të shëndetësisë, një ekip mjekësor duhet të ofrojë shërbime urgjente për 25 deri në 30.000 banor, ndërsa ne me këto ekipe do të ofrojmë gjithsesi standarde për rreth 150.000 banor. Dhe kur merret parasysh se Prishtina edhe me regjistrimin aktual që në vërtet kalon që janë rreth 200.000 e sa gravitojnë gjatë ditës, gjithsesi sa janë banor rezident, paramendohet që janë rreth 400.000, kështu që ky staf është i mbi ngarkuar çdo herë për arsye se kërkesat janë në rritje të vazhdueshme. Mirë, zotëri Bajrami besoj që rol shumë të rëndësishëm luan edhe stafi ku jeni ju dhe kolegët e juaj, gjë që janë ata të parët që ballafaqohen qoftë me ndonjë aksident, por qoftë edhe me sulme që dinë të jenë të zemrës edhe të trurit. Sa jeni kënaqur me stafin bashkë me kolegët e juaj që thash në fillim që bëni punë kështu të mrekullueshme duke ditë edhe rëndësinë që ka urgjenca siç e pa në material. Mund të them stafi çdo herë mundohet me dhon atë maksimumin me ato kapacitete mundësi që kanë. Megjithëse në raste të caktuara edhe qytetarët mund të kërkojnë më tepër ose më shumë. Mund të them se në këto muajt e fundit nuk kemi pas ankesat të kësume sa i përket vonesave apo jo themi jo kënaqëmërisë në aspektin profesional. Shumica, gjithsesi stafi është i përgatitur, i kanë trajnimet e nevojshme, kanë përvojë të gjatë, ka një shumicë e stafit që kanë mbi 10 vite përvojë që punojnë domethënë në shërbimin e urgjencës, gjithsesi të ndihmës shpejt dhe ata japin atë kontributin gjithsesi mund gjithë kapacitetin e aftësive profesionale për të shpëtuar gjithsesi për të ndihmuar pacientët. Edhe je i kënaqur personalisht me punën që e bëjnë? Po, nëse më pyetni kështu personalisht, gjithherë unë jam i kënaqur por gjithherë kërkoj më tepër. Jam asaj tipe që meqense vetë dinamika e jetës, vetë presionet që bëhen të arriturat teknologjike, shkencore, kërkohet që t'jenë, do të stafi çdo herë në edukim të vazhdueshëm profesional, të lexojnë, të punojnë, të fitojnë shkatësi, të tregojnë profesionalizëm, dhe kjo mund të them nuk mungon. Mirë, po neve paksa në vitet më tepër edhe kjo përkraja gjithsesi vizita dhe ndërkombëtare në region me pasi punon regioni, kështu që në të ardhmen e afërt presim që ndoshta edhe kjo komponent të plotësohet, pse jo edhe të shkojnë në trajnime shtesë, sidomos personeli i ri që ka shumë nevoja dhe ato përvoja të sillen këto te ne, domethënë që të rritet efikasiteti, gjithsesi të rritet profesionalizmi i stafit shëndetësor. Më lejoni edhe pak të them se ky numri 112
është numri i agjencionit të menaxhimit të emergjencave. Ndërkaq urgjenca, gjithsesi qendra mjekësisë urgjente, shërbimet e urgjencës e kanë ende numrin 94, mirë, po edhe nëse thirr qytetari në 112, ajo thirrje transferohet te 194, kur kemi të bëjmë me probleme shëndetësore. Me thënë drejtën, doktor, shumë ma lehtë është kështu 112 e pastaj të paktën thirrja atje. E keni hap një problem për arsye se nëse e marrëm numrat direkt që kontaktohet, 192 është numri i policisë, 193 është numri i zjarrfiksave, 194 është numri i urgjenca mjekësore, që është ndihmës shpejt. 112 është i agjencionit menaxhimit të emergjencave, qendrës operatore. Nuk gabon qytetari edhe nëse thirr 112, mirë pa ajo thirrje derisa transferohet te 194 mund të merr disa, themi, ca minuta, edhe pastaj interventit të vonohet paksa. Ekzistojnë gjithsesi bëhen përpjekje që të unifikohet ky numri 112, të instalohet edhe në shërbimet medikale, edhe në emergjente, kuptohet edhe në polici, edhe me zjarr fiks, në mënyrë që të jetë unik, nga se qytetari kur ka ndonjë traumë, ndonjë ankesë ose ndonjë shqetësim të madh nuk i kujtohet ndoshta gjithë këta numra. Kur ka të bëjë me thirr, a me thirr 112 apo 194, që do shumë shpesh masi e hapëm këtë temë, do shumë shpesh që qytetari thirrë më shumë në 112, është dita e 112-shit të vërtetë. Po thrasin më shumë në 112 apo në 194 më tepër, por edhe ky 112 është tendencë që të bëhet numër unik, meqense Bashkimi Evropian ka këtë numër, edhe ne jemi pjesë e Evropës, pavarësisht që ende si jemi antar, por Evropa e ka këtë numër. Megjithëse edhe disa shtete kanë ruajtur numrat e ndamë, për shembull, nëse marrim Shqipërinë, ata kanë 127, ndërsa policia ka një tjetër. Do të thonë edhe në Itali është diçka ngjashme, ka shtete që i kanë ruajtur, do të thonë edhe numrat unik të shërbimeve medikale. Do thotë është numër tradicional, për që kështu. Numër tradicional edhe kish me qenë mirë kë numër të unifikohet për arsye se edhe nëse bëhet një anketim me popullatën, ka njerëz që nuk e din këtë numër, domethënë 94-shin. Edhe për atë arsye rekomandojmë që të propagandohet sa më shumë ky numri 194, 112, në mënyrë që qytetarët të jenë të dishëm. Madje secila familje unë do të rekomandoja që ta ketë informatën ku duhet me thirr kur ka, domethënë, urgjenca shëndetësore. Sa jemi te autoambulancët, besoj para se e pam materialin, keni gjitha kushtet si që përmende, defibrilator, pastaj edhe të tjerat, edhe që është gjendja me autoambulanca që shkojnë në teren? Tash jemi pajisur me rreth 20 autoambulanca, nuk do të thotë ato me qenë funksionistë 4 orë, me qenë se shfrytëzohen dëmëtor, po shohin, pastaj mundohemi me shfrytëzuar racionalisht. Autoambulancat janë tipit standard, do të thotë tipi B, që posedojnë secila autoambulancë, defibrilator, pastaj EKG portabel, çantë traumatike për nevoja trauma, pastaj bombola të oksigjenit, karroca, gjithsesi barela traumatike, barela për tërheqje, gjithsesi evakuim, e kanë domethënë klimatizimin, ndryshimin, kryesisht janë autoambulanca që shumica janë, do të thonë, treja, ma pak se 5 vite, e rrallta që kalon, do të thonë, janë autoambulanca tipit standard që ofrojnë kushte optimale për ofrimin e ndihmës shpejt, edhe në vend ndodhje, por edhe gjatë transportit. Se Bajrami ka pas gjatë kohës sa jeni ju edhe më herët, po edhe tash investime në urgjencën e kryeqytetit, po i përmendni që janë shembull rreth 20 autoambulanca, edhe kushtet i përmendet që janë relativisht të mira, po ka nevojë ende për përmirësime, siç e thatë edhe? Sigurisht se ka nevojë çdo herë, meqense kërkesat janë në rritje. Ne gjatë 24 orësh i kemi 80 deri madje vikende kalon edhe 100 intervenime. Domethënë se ka nevojë të shtohet numri i ekipeve, por edhe të shtohen gjithsesi kapacitetet. Për arsye se kërkesat janë gjithherë në rritje, duke marrë parasysh se edhe popullata po edukohet, lexohet, nga mjetet, gjithsesi nga portalet, nga mjetet informative e tjera, interesohet secili pacient për situatat në cilat duhet të ftohet. Pastaj
shumë pacientë që kanë edhe smundje kronike, por që kanë përkeqësime, goxha mirë janë të informuar se lexojnë për smundjen e vet. Pra, për këtë arsye nuk është më ai pacienti tradicionali para 20 viteve që ka mendon mjeku. Domethënë duhet të jetë edhe mjeku shumë i informuar për ta bind pacientin edhe për ta dëshmuar shkencërisht se çka do të ordinoj terapi ose si do të veproj, edhe veprimet e veta duhet të arsyetoj me bazë të duke i dokumentuar, do thotë se mund të ketë edhe pak kënaqësi, s'është bërë kjo ose ajo, s'u bë ajo ndërhyrje, por që mjeku, domethënë stafi shëndetësor duhet të ketë kujdes që veprimet të dokumentojë. Mirë, është po e them kështu ndoshta për shkak edhe të volumit të punës ka edhe ju keni kërkuar që të zgjerohet ose të keni ndihmë që të investohet më shumë, edhe çka ka nevojë realisht këto momente që po flasim, që më investuohet se të paktën këto që janë me undru me u bë edhe më të reja, që është edhe vet. Po normalisht unë mendoj se stafi duhet të rritet. Për arsye se 4-5 ekipe, unë e thash edhe në fillim që janë pak në krahasim me nevojat e qytetit. Do të jenë spaku 8, madje deri në 10 ekipe nëse e marrin Prishtinën si kryeqytet duhet të jenë të gatshëm për të ofruar ndihmë. E dyta që duhet investuar sigurisht se edhe këto kapacitetet infrastrukturore, mendoj objektet që na aktualisht e kemi një objekt qendror atje te rrethi. Mirë, po do të mendohet që punktet siç është gjithsesi qendrat ku funksionojnë ekipet e urgjencës, siç është qendra kryesore e mjekësisë familjare në një hapësirë tyre, pastaj gjithsesi që vepron qendër, pastaj te medreseja, lagja e Kodrës Trimave, pastaj e kemi ekipin te Bregu i Diellit, mandej është edhe një ekip gjatë ditës të veternik. Këto pika, mendoj se në të ardhmen duhet të ketë urgjenca objekt vetin, jo të ngarkohet gjithsesi të ngushtohet qendra e mjekësisë familjare. Do thotë pse të mos investohet për shembull në një objekt i vogël për nevojat e urgjencës në qendrën gjithsesi Kodrën e Trima ose Bregun e Diellit ose sidoqoftë të bën ndoshta pak ndamja zoti Bajrami që mos koncentrohet në një vend. Unë mendoj se është përfshirë një 3 këngë ose një 4 këngë goxha i mirë që ofrohet domethënë ekipi mjekësor të qytetarit, që i përmenda këto pika. Për arsye se nëse fokusohemi ose koncentrohemi vetëm te rrethi atje ku jemi te afër shkollës Ali Sokoli, derisa arrim për shembull në Kodrën e Trima për një intervenim, humbet ndoshta më tepër se 20 minuta, duke marrë parasysh trafikun e ngarkuar. Prandaj qëllimi është që këto stacione se këto punkte që i kemi të fuqizohen, pse jo edhe të bëhet gjithsesi edhe zgjerimi, ndoshta edhe në pika tjera, siç është lagja e Arbrisë ose lagja e Matiqanit e tjera, të ofrohen domethënë ende të zgjerohen pikat ku na mundsojnë që ta shkurtojmë kohën e reagimit. Për arsye se në urgjencë të një smundje urgjente, fjala bën një arrest kardiak ose një fatkeqësi që është e shoqëruar me gjakderdhje dhe me fraktura e tjera, ato në momentet janë koha shumë e rëndësishme derisa arrin. Rekomandohet që ndihma parë është kruciale ndoshta. Kruciale është shpëtimi i jetës. Reagimi duhet të jetë më pak, nuk duhet të kalojë 5 minutë. Në këto kushte të arrihet ajo, domethënë duhet të ofrohen në vend banime, duhet të ofrohen edhe punkte të urgjencës në mënyrë që të shkurtohet koha e reagimit. Të bëhet ndoshta reagimi më i shpejtë. Krejtë përmendet që në ditë keni deri në 80 po e them kështu intervenime mesatarisht. Është kjo është numër i madh për juve si qendër? Po, jo, unë e thashtë në brenda 24 orë. Ne bëjmë bilancet, gjithsesi llogarit brenda 24 orëve, dhe kjo është ajo që nëse merret në mesatare, ekipet dalin të mbi ngarkume. Numër i madh. Numër i madh. Edhe mendojmë se duhet kursehen prej mbi ngarkimeve, duke marrë parasysh se ne duhet të ruajmë edhe stafin shëndetësor, edhe shëndetin e vetë stafit shëndetësor.
Se Bajrami duke pa që jemi kështu në fillim të vitit, unë ju uroj juve personalisht shëndet edhe gjithë stafit, të falenderoj shumë që gjete kohë sot me ardhë në emision, edhe po shpresoj shumë që do të shihemi pikërisht me këto investimet, si që tham, po edhe me punën e të shpresojmë se gatishmëria ekziston edhe në nivel komunal, por edhe në nivel qendror, pse edhe nga ministria, qeveria, edhe çdo investim në shëndetësi kthehet me shërbime më të mira për qytetarët. Ju faleminderit shumë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit gjithashtu. Të nderuar